Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja e lavdërimit i tij qoftë me gjithë pejgamberët e tij dhe familjen e tyre dhe fundin dhe vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Jemi me temën e 38, tema e shpalljes, al-wahyu. Allahu te baraka wa taala i tregon pejgamberit ton Muhammedit alayhis salatu wassalam që Zoti edhe më përpara teja Muhammed u ka zbritur të dërguarve të tjerë shpallje. Dhe duke përmendur më parë tham Ibrahimin, Musain, Isain alayhimus salam xhamian, paqja Allahu qoftë mbi ta, prandaj edhe ty po të japim shpallje. Pra ajo që i ka ardhur të dërguarit Zotit Muhammedit alayhis salatu wassalam, Kur'ani, është shpallje për Zotit xhelle xhelalu, dhe jo shpikje e njerëzve apo hamendësimet e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, por shpallje drejt për drejt prej Zotit, siç ka qenë shpallje për popujt para nesh. Zoti thot në Kur'anin Kerim për ta vërtetuar një gjë të tillë: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Dije Muhammed se ne të shpallëm ty ashtu siç i shpallëm, pra të zbritur shpallje edhe pejgamberëve përpara teje si Nuhu alayhis salam dhe gjithë profetëve përpara tij. Më falni, dhe gjithë profetëve pas tij. Pa çka tregon që ajo që i ka ardhur Muhammedit alayhis salatu wassalam është shpallje prej Zotit dhe aborguese, zëvendësuese e të gjithë shpalljeve që kanë qenë përpara tij. Ashtu siç kemi quar shpalljen Nuhut dhe profetëve që erdhën mbas tij. Prandaj, kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që Allahu subhanahu wa taala Kur'anin e ka zbritur si shpallje tek Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe ai e përcolli atë me amanet tek njerëzit. Pra duhet të kuptojmë se Kur'ani është fjala e Zotit e zbritur Muhamedit alayhis salatu wassalam, fillon me surën Fatiha dhe mbaron me surën Nas. Lutim Allahun Azza wa Jall na bëj për atyre që ndjekin dritën e Zotit Kur'anin tok dhe ta bëj atë shërim për zemrat dhe krahorën tonë dhe udhëzim për jetën tonë. Alhamdulillah, wa sallallahu nabina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.